Konflikti i pronësisë tek vila qeveritare ka vënë kundër zyrën e përmbarimit të Vlorës me drejtorinë e rezidencës qeveritare. Dhe me lexo materialin e prokurorisë dhe po të lexosh vendimet e prokurorisë, do largohesh i pari që punonjës të mbarimit janë drejtuar ditën e martë në zonën e vilave, ku ndodhet i bllokuar një pallat në ndërtim. Sipas përmbaruesve ka një vendim të formës së prerë të gjyqësorit, i cili njeh të drejtën e pronësisë për disa familje. Nga përfaqësuesi të këtyre të fundit, prezent për anërithimit të vilave, u tha se kanë fituar të drejtën e posedimit të pronës së tyre, çka pritet që vendimi gjyqësor ta zbatonte përmbarimi. Por përfaqësuesit e përmbarimit nuk janë lejuar nga ana e drejtorisë së vilave. Madje ndërmjet drejtoreshës së rezidencës qeveritare Barie Sufi dhe përmbaruesit Dilaver Çolo Aliaj janë shkëmbyer debate ku drejtoresha e ka kërkuar përmbaruesit prezencën e prokurorit, ndërsa vetë përmbaruesi tha se ishte aty në emër të ligjit. Kam një vendim gjykate. Kam një vendim gjykate të formës prerë. Merr materialin e prokurorisë, lexo 26 faqe material. Pronarët e tokës pojnë se kanë fituar të drejtën në të gjithë shkallët të gjyqësorit. Sipas tyre, mosbatimi i këtyre vendimeve, të cilat kanë marrë dhe formë të prerë, fshe interesat e caktuara. Ata thanë se ka më tepër se 2 vjet kjo çështje, e cila pas varritjes së konflikteve të vazhdueshme, tashmë nuk po njeh më as ligjin dhe as gjykatat. Pronarët thanë se në këto kushte do të veprojnë me fortë.